Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, lavdatat bekimet Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falimit të Allahut azza wa jall, falëroj çdo kë për juve që kanë ndonë nga koha e tij, ka lënë angazhimet që të jetë këtu prezant me neve, e normalisht në veçanti Hoxhën Omer për këtë organizim, muftiun e muftinisë të Tetovës për angazhimin, për lejen, për mundësinë, për prezencën dhe gjitha tjerë që janë pjesë e këtij organizimi. Sallallahu që edhe muftiun e Shkupit, mikun ton, doktor Qelanin ta shpërblen për angazhimet e punë të mëdha që po i bën në muftininë e Shkupit dhe për këtë ligjërat të mrekullueshme mbreslënëse dhe shumë domethënëse. Së bashku me gjithë xhallarët dhe padyshim mos më e veçu jo në kodrat të xhallarëve, po si mik i xhallarëve, kryetarin e komunës së Bogovinës, këto dhe gjithë ata që janë prezant, dëgjova që është edhe nën kryetari i komunës së Tetovës. Në shtonë pak me emna dhe me figura nuk i një për shkak se janë pak larg, po alhamdulillah jemi vëllezër gjithë, jemi një gjuhë, një prejardhje dhe një fe alhamdulillah. Ajo që Hoxha Qenan përmeni të ndërrozër, padyshim se është në thelbin e trajtimit të kësaj teme, është në esencën dhe bazën e saj. Unë do të mundohemi që bëj disa ndoshta ndërtime që ma tepër ndoshta janë formalitete nga se bazën dhe esencën e goditi Hoxha Qenan, te kisha di që mi merr pikat se kisha rënë me foli pari, po kështu ishte caktimi i Allahut. Të ndërruar me fol për temën e identitetit, domethënë me një aspekt flasim për një temë që shumë e dëgjojmë, po me një aspekt flasim për një sen që shumë pak e kuptojmë. Do me do me pyet njerëz çka është identiteti, njerëzit me zbërthy si sociolog të si shkencëtar nuk din. Po kur na ja kallëzojmë çka është e çështot jo më nafër. Don këto termet për neve formale nuk janë shumë rëndësi. Nga njerëzit lutet me terme fuqishëm. Do ndërtohet një term pas ti ka kuptime e ne mund me gëlltit karimin e mashtrimit përmes termit duke mos e njohur përmbajtjen. Pra për ne është më rëndësi përmbajtja, esenca. Emërtimet janë pastaj formale. Në Kur'an për shembull nuk përmendet termi identitet. As në gjuhën arabe çish është el hawiyya nuk është apo. Është përmend forma tjera. Mirë, po a mund të themi se Kur'ani nuk ndërton identitet? Absolutisht jo. Ndërton dhe fuqishëm dhe ka ndërtuar një identitet që nuk ka pas mundësi askush deri më sot dhe nuk ka mundësi me tjetërsua as me ndryshuar në kiamet. Andaj ne po flasim për një çështje madhore, të përdorur shumë, po atë keq përdorur shpesh. Identiteti të ndërlozër, kur dënë më u fol mirë për ta, shumë let kuptohet. Por edhe kur dënë më u keq përdor, let manipulohet me ta. Për shkak se njerëz ngatrojnë mes atij kombëtar dhe atij fetar. Dhe futin konflikt të dy identitete dhe pastaj na vujnë sprovë e cila është pa para, e cila është më rëndësishme. Këtu janë kate, janë shtresa të formimit të njerëzit. Identiteti nuk është një shtresë, nuk është një kat, është shumë shtresa. Aspekti kombëtar është një shtresë e tij, ku atje banon gjuha, atje banon kultura, atje banon historia e kështu me radhë. Dhe një kat i tij më rëndësishëm është aspekti i fesë, ku banon atje për shembull besimi e tjera që edhe muftiu përmendin më herët. Unë nuk jam sociolog, nuk jam ekspert i temës që të flas për gjitha shtresat e identitetit. Por do të flas për disa çështje më rëndësishme që kanë të bëjnë me atë pjesën e ndërtimit fetar tek njeriu, që mund ta quajmë identitet apo çka do ta quajmë së është e rëndësishme, por na shumë rëndësishme u kuptu se në pyetjen që ngrit çështja e identitetit, si duhet na bëjmë përgjigje. Që ka më rëndësi? E çfarë pyetje ngrit identiteti të ndërlozë? Kush jam unë? Që kjo është? Kush jam unë? E ky kush jam unë? Unë jam edhe shqiptar, edhe musliman, edhe jam hoxh, dikush është biznesmen, do ndikun na bashk e dikun tani ndallojmë, që kjo është identiteti. Apo. Ajo që ka është
paradoksale të ndërrozë dhe pa kuptueshme se ata që më shumë t'i flasin dhe studiojnë nuk din me dhonë përgjigje kush jam unë në shumë pyetje të identitetit. Çka është interesant? E ata që më shumë t'i akuzohen që s'din me fol për identitetin, më së miri t'kallzojnë kush janë ata. Ne jemi besimtarë muslimanët. Andaj të ndërum në aspektin e besimit, kush jemi na? Kush jena na, musliman? Çka jena na? Mbi cilat baza ne e ndërtojmë realisht veten tonë, e formsojmë veten tonë. Dhe pastaj këtë ndërtim e ndajmë së bashku për të ndërtuar një familje, pastaj për të ndërtuar një shoqëri, një vend dhe një ummet në përgjithësi. Instruksionet janë njëjta, si një musliman këtu, si një atje, si asaj kohë, apo për shkak se janë të Allahu te bareke ve teala. Fillimisht të ndërrozër, identiteti nga perspektiva islame fillon dikun ku shumë njerëz nuk kanë qef me fillu që aty. A bëmëq pak manaton, se që tu të gjysh nga kënë zonë gësht. Ku fillon me u formësu identiteti nga perspektiva edhe udhëzimi i Kur'an? Fillon me u formësu dhe me sqaru dhe me shtjelu këtë çështje madhore që ka të bëjë me njeriun tek origjina e tij. Kurani flet për origjinën e njeriut shumë. Për shkak se këtu fillon gjithçka. Sot për shembull të ndërrozur identiteti i njeriut modern në kuptim të origjinës, a e bën me nerë, a e bën pa nerë? Për shembull, ku fillon njeri? Ne e dim ku kena mri, po, e dim saksisht ku kemi arrit, po, për ku kemi fillu nuk e dim. E kemi formulu një verzion sinqerisht shumë qesharak ata. Shumë pa kuptimt dhe shumë pak shkencor. Shumë pak shkencor. Domthon verzioni që njeriu ka evolu nga një kafë në tjetrën dhe që kjo është identiteti i tij, i përkatësisë dhe i prejardhjes është i topshëm. Është sinqerisht i topshëm. Para mendoni për me thonjerit me dvet pra baba djon kush jo më ne djali jam mos na vet për stërgjyshnat. Nëse ja pej babës e tutja. Qysh me të ka duhet çau kon katër gjysha. Është të turshme sinqerisht. Unë s'po flas nga perspektiva islame. Shkencëtarisht në vëllezër, ju them me plot bindje. Shkencëtarë të mëdha që kanë studiuar me dekada, duke mos lënë guri pa e lëviz, me gjetë edhe një argument më minimal që na çet nutë për këtë çështje, janë ndërzuar kanë mos i bëni kësaj udhë sa është e pashpresë. S'ka. Nuk ka kurrë që kanë lidhur neve me ato që na thonë se kena përjardhje. Prandaj shikoni Allahu Azza wa Jall sa në mënyrë të detajzuar dhe në sa sure vetë për Ademin alayhis salam, nga çka është krijuar, kur është krijuar, don çka ka ndodhur pas që është krijuar. Verzioni kuranor për njeriu realisht e rikthen tek njeriu e përsinë e tij. E rikthen tek njeriu dinjitetin e tij. Tamam, shikoni të ndërrozë. Identitetin esencial, bazik të njeriu nuk e respekton në origjinë askush sikur se Islami. Askush. Nga se tregon se nuk je krijuar rasisht. Para mëne për shembull sikur se do të ishte për shembull tash muftiu Zoti shpërbleft Hafez Selveri ju falënderoj që keni ardhur, apo mirë, ju keni ardhur me njet. Keni ardhur me njet. Edhe keni ardhur duke ditë ku po shkoni. Para mendoni si do të ishte për shembull kur kryetari dhe muftiu ju falënderon që keni ardhur kur më thon, jo valla rastisht, unë kishe ka futboll, se për çet ders është ardha thon. Si kështu më çep për shkak pritimi un? Të mërshëm. Kishe jarë, unë e kishe jarë kalablak për mu. Që ta po gëzona, apo? Ama me më thonë, jo valla hoqë, kërë menu që është filan futbaleri se për ty së shumë ardha, pëton, si kështë me qenë djene, pëton. Paramendoni për shambull, paramendoni, apo, një përgjigje e rastësishme për një nej sa është gënyuse. E paramendoni prejardhe jote me kone rastësishme sa është gënyuse, pëton. Apo, me honë përëm të shjekonas në ranë më bo, rastësisht, një majmën të e leviz fart edhe bo njeri. Se u zgat ke dëmolla mi kapë edhe bo njeri. Shjekon plan më boheqti. U zdi që shje artin dë një. Para më dheni. Wallah është tërp. është tërp shë kja dhe. Adaj identiteti fillan të origjina.
kullukum min Adem, u Ademin turab. Kajtini për Ademit, Adem është për dheut. Edhe Allah foli se e ka kriju Ademin dhe qka tha? I tha me lajkeve, krejt me lajkeve, usgjudu li Adem. Miran sejtë dhe Ademit. Para më ndaj këtë verzion, kër krijeset e qiellit, e të kosmosit, apo, i binë sejtë djetarit, për shkak dijes i ka në sejtë. Allahu Gjalla Gjellali të binin sejtë nga se unë e këmësu që ka ju krejt bashkë më zdeni. E Ademin kom e me lajke në sejtë. Që kjo verzioni, që na prej këtë fillim dërtimin e identitetit, na jemi qita, edhe paramëneja atë që fillon pej, apo din ku apëtën. Prandaj na duhet me kuptu të nërëzër, se nuk ja këthen dignitetit njëriut, nuk ja këthen njëriun tek njëri, askur si kurse Korani. Paramëndeni për shamë nësat të nërëzër, njerëz me renomi, me emna të mlaj, së përmeni emna, së më nësi, shkenstar, disa dhe kanë vdek. Për shembull, formulimi i tyre për njerin, çka është njeri? Çto fillimi vëlla? Çto fillimi? Na i në situatë me bin njerin mas pari je njeri, tani mi ka dush me besu. Jo, problemi dhe besoj me njerën startë, so problem është. Nga pozicioni ku është besimi është për të luksi madh. Fatkeqësisht, mas pari ti je njeri, ki qëllim njet, e ki një krijues, e këto rrugtimi unë tani duhet edhe me besuar. E kur formulohet njëri të kokat, kushtimisht e ndriturat të kohës tonë, çka thonë? Me formulime ndryshme, formulime duke më rëndësi, me po cërt epilogu përfundimtar. Njeriu është një komponim i caktuar kimik që shpërbëhet në kohë caktuar. Përbëhet në kohë caktuar dhe shpërbëhet në kohë caktuar. Do më thonë i bjen ti e pak kalcium, pak magnez, pak vitamin C, pak këto që ka je, po qështu jeti? Ti kur që si e ma shumë, je si ma shumë. Në fund të kime dek, edhe ka me të hangër, ato ka mu shpërbë këto, apo, edhe tani magnezi dhe kalciumit, ka me bo me dalë një këpur dikun ka me dalë diqka, përshka se ti e ke rikëthy, apo, komponimin të në kimik në barkun e tokës. Sinqerisht të ndëzër, unë kur lexoj për që to sëqarime, unë të një tutë napëtën. Normal, paramendoni për shamu të ndëzër, njerëz me bindje tila për njerin që s'ka vlerë, kanë potencial maksimal për shkatërim masiv. A flanë të rahata? Qështë të beson kë? Kë beson që ti s'ki vlerë, Allah. Besimi dominant sot në botë, cili është? është ai selektimi natyror. Ma i forti do të me mbjetu. Natyrshëm. Do në besimi, akideja, që mbi të ndërtohet identiteti i formëcimit njerëzor është i dopti s'ka hise. O hizmet, o për jashtë. A kuptan? Ti ja kime kun hizmeqar, kime shërby. Ose kime dal nga dunjoja. Për shkak se ti nuk meriton të mund që realisht ti jesh pjesë e kësaj dunjoje. S'meriton as me thith oksigjenin, as me pi ujin, as me në hongër bukën, ashtu pak ujë kjena, ati me në pi këta ujë botë tepër, apo? Prandaj duhet që të shkohet në për luftër me shkatrime masive, që të paksot numri të dobtëve, e të fuqishme të hajnë bukën e të apin ujin, lërë shumë apë. E kuptan që të është identiteti, fatkeqësisht që tentohet me undërtu edhe përmes librave shkollore apë. Prandaj mos u qytet kur për shembull, fëmiu nuk ka ndjenjë për babën. Pse? Po komponim kimik, ata çka thojnë? Lidhja mes babës edhe djalit, çfarë lidhje është? Është lidhje e një procesi biologjik, pik. Kaq? Kush e më shumë? Biologjia e sapi. Kush e më shumë? S'ka emocion, s'ka respekt, s'ka dashni. Ja më s'ka ashtu. E kur të pyetën thonë, e pse natyrshëm e du babën më shumë se kojshin, thot për shkak të rrethit. Rrethi ka ndikua për mërsh. Jo pse ti natyrshëm e ki këtë. E ti kur që të e njën për shembull a plera ata, që edukohet fëmija jëtë në shkollë nesër, se ti realisht ke qëllu rastësisht në një proces biologjik të caktuar, në raport me shoqën tonë, e keni prodhu një insani cili vazhdon jetën vetë që është ai muftiju, i cili kur falidhje as përësime t'ju skaptën. Andaj është më rëndësi identiteti i prejardhës, ku e ki bazën ti, për i ka vjenë Allah. është më rëndësi shumë, me i ka dhu njëri, ti e njëri mas pari. A din që ka i bjen me ko njëri, e i bjen kjo, kështë më radhë. Më rëndësi shumë, me kuptu që jemi njerëz. A din i përshamë se kasët,
Për shembull, pikpamje që edhe kalan e fundit të lidhjes së natyrshme mes fëmijës dhe prindit me rrëzua. Cila është e kala? Kala e kujdesit. Po mirë be, po kjo kom biologjikisht, po kusht ka këshyre vëlla, kusht ka ushqy, apo? E që kjo është kalaja, që duhet me a gjithë një përgjigje. Edhe kjo është materializu. A dini që sot kalkulohen kujdesi i prindve me çmimin e tregut që parët që më ke këshyrë. A jena parabar? A mund shmi a pagua? Dalaj këtë identitet të ndërtuar në këtë egoizm, materializm, në këtë rastësi që zhvlerëson totalisht, edhe një që vjen të pejgamber som të e bojt nonën krah, në haqë, në vap, e i thot ja Rasulullah, aja këmën hakun, thot ju as për natën që u për ty e ka prish gjumë në thënë. Tash, cilën kultur për edani? Cilën identitet për edani? E dikshme që adë njërë të nëzër, e dikshme që adë njërë. E na dojmë identitet që prejardhja janë është e qartë. Na kena prejardhja prej Ademit alisam, nga njëri që e ka krijuar Allahu Gjelle Gjelalu direkt me urën e tij. Wa nafakhna fihi min ruhna. Edhe na kena frynte nga shpirti jon. Allahu i ka jap shpirt Ademit alisam. Lidhje s'ka mas një krijesë tjetër. Është i veçantë dhe specifik. Këtu është këtë rrëfimi që janis. Prandaj këtu pastaj ngritën pyetjet. Meq Allahu më ka kriju, domon këtu ta shkajnë kodrat. Allahu është pyetja. Allahu më ka kriju. Allahu më ka kriju. Për me të kriju Allahu Gjelle Gjelalu, çka do të më konaj? I gjithdijshëm, më i dishëm se unë. Me që është më i dishëm se unë në krim, ai qenë ka më i dishëm se unë edhe në organizim jetësor. Pa qysh Allahu më ka kriju kaq bukur, tash e pyes Allahun, e pse më ka kriju? Pse më ka sjellë në dunjë? Ai të kallzon. E çka më së dunjoja? Ai të kallzon. Gjithçka fillon nga ky rrëfim. Madje unë e komprend disa raste të ndodhur se kur a ke pa për shembull tash këto pajisjet, kompjuteri, telefoni, si të bllokojnë çka thon, mjeshti parën që ja ka restartoje. Se u dallazhit dikun restartoje ke pa shpesh e kthehetën apo. Unë mendoj që edhe kur dallazhitim kanë ndonjë ku më shku restartoj, ktheu në origjinë. Ti ka dalë se e kam një prejardhjene, e kam një qëllim, kthehesh edhe opet dilnu dhe pastaj. Se dinamika e materializmit dallazhit. Harran që i pi Ademit, harran që i pi Dheut, harran që kini prejardhja, harran që kini qëllim, çka nalu veç pak, restartohu. Ktheu në origjinë, vazhdo tu të jetin kime pa që ky identitet bën të veçantë, edhe t'ja përgjigje të duhura, edhe qetësuese, edhe shëruese për këtë shpirt të trazuar në kohën e këtij materializmit të egër. Identitet i dytë të ndëzër që mund të përmenim këto është edhe baza e parë, po them për baza e prejardhës. Baza e dytë të ndëzër është baza tash e prejardhja krijimi, mirë, tash baza e organizimit jetësor, që përmenë edhe muftijom. E jetin shumë organizim tash, me iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për te ndihmë kërkojmë. Don identiteti i besimtarit formsohet me ngjyrimin e adhurimit. Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha liqaumin abidin. Çka popullit që adhuron, ngjyra, jo shumë ngjyra, jo koloret, jo laraman, një ngjyrë, sibghat Allah, ngjyra e tauhidit, ngjyra e njëshmërisë, ngjyra e përulës vetëm para madhisë Allahut Azza wa Jall, që refuzon idhujtarin, bestritnin, refuzon çdo gjë që realisht qëndron mes meje dhe me Zotin tim. Dhe kjo është nder që Allah ka hap neve. Na kemi të drejtën me komunikuar me Allahun direkt, duke lutur pa ndërmjetësime. Kërkojmë falë tek Allahu pa u rrëfyer tek kleri. Shkojmë atje kërkon direkt. Andaj identiteti jon është edhe i shpërfaqur në mënyrën e organizimit të jetës tonë në përputhje me adhurimin, që mundohemi fjalët tona dhe veprat tona gjithë mund t'i ndërtojmë mbi bazë asaj që është Allahu i kënaqur. Çka e dëllon muslimanin? Pse shkon këtu? Allahu don. E pse shkon këtu? Allahu s'don. Apo, çka është? Çfarë ti dallosh? Kush jam unë? Unë jam një rob i Zotit, i krijuar, i cili në vazhdimsi synon me përpjekjet e tij, krejt çka ka, ti koordinon në përputhje me kënaqësinë e Allahut. Çka është kur të vetë dikush çka jeti? Çka jo më apo? Çka është e përgjithshmja? Pastaj detajzohet në forma të shumta. Vetëm Allahun adhurojmë, si bëmë Allahut shirk.
Dhe ky adhurim të nërvozë nuk ka vetëm i kuptuar apo i kufizuar vetëm në ritualet caktuara namaz, jo, gjithçka. Shikoni, ka ardhur një nga jehudët në kohët pejgamberit alayhis salatu wasallam, ka thonë, ka ardhur te Muadh ibn Jabali radhiyallahu ta'ala an. Shikoj, sahabët kanë pas identitet guri, shkamb, s'ka pas kush që i lkund, as që gërvish, as që i komplekson, kanë qenë kënar me identitetin ndërtuar mbi bazën e këtij udhëzimi. E kari ka thonë, Muadh ibn Jabali ka thonë, ky pejgamber juv gjithkund po përzihet. Gjithkund po përzihet. Hajde në xhami, hajde në haxh, në Ramazan, po ç'a përzihet që kemi në banjë të japën. Ç'a përzihet që kemi vesh të japën. Pra kësi jehud gjithë ka pasë, sot ka, që përzihen apo më. Po formuluan ndryshe apo. Veç formuluan ndryshe apo. Si do për shembull kanë bezdi pse vesin hoxhin edhe për familje. Hoxha vetet për abdes, apo. No shumë siklet janë pse po na vesin edhe për edukim të fëmijëve tash. Shumë siklet janë pse po na vesin për probleme bashkëtorë, me zgjidh problemet, se mas mirë xhallar për u zgjidhin, elhamdulillah. Shumë problem po kanë që xhallar është për mirë edhe me varës që janë të varën nga droga, e nga alkoholi, apo e po trajtohen mënyrat mrekullueshme, po dalin të shëruar nga këto probleme. Problem, a feja dhe për çto po i mësona, valla për çto po na mëson. Madje edhe shumë problem që autoriteti hoxhës ka dalë për të xhamijave. Apo jo vetë ata xhamis pedojnë, po ata që në xhamis pedojnë. Apo në kësi njerëz ka pas gjithmonë që kanë dalë me na kufizuar brenda një orbite të caktuar të ndikimit, e të sqarimit, e të shpjegimit, por Zoti xhallahu është ai që vendos këtë, jo njerëzit. Andaj ka thonë ky pejgamberi shumë po përzihet. Apo ka thonë çka po përzihet? Po që i ka përmendur rregulla apo caktuar. Ka thonë jo veç kaq, hala më shumë s'keni ti kurrë. Shikoj, Muadhi ka thosh, ama tamam kështu më on xhevapin që e di e kpimran apo jashtë. I ka thonë jo veç kaq, më shumë se kaq. Ai na ka thënë edhe intimitetin tonë ç'më bëam. Po se kosa ndalume dhe mërna dhomës bashkëtorë. A ka ndalume. Ka kohëra kur zbane, ka mënyra që zbane, ka këto këto rregulla. E mos tazi për punë tjera. Pandaj ka ardhur ajeti në fund që na kena nderin veç me pas el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sa të kompletsu fen timin ndaj jush dhe e përmbusha begatin dhe jam i kënaqur Islamit të feja juaj. Dhe identiteti ju ndërtohet edhe mbi, domethënë, organizim e jetës tonë në përputhje me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit son. Gjithashtu baza e tretë e identitetit tonë që duhet me rujt. Këtu janë të ndërtuar baza. Nëse i ndërtojmë fuqishëm, s'ka fortunë. Jo fortunë, po për të fortunë që të lkuna. Gjithë ka pas fortuna të ndërtuar. Edhe në kone edhe gjyshërve tonë ka pas fortuna. Apo? Po kanë ai të fuqishëm, s'ka pas kur që lkun. Ata që s'kan ditë me kallzu, si na. Jo, të garantoj. Me kallzu s'kan ditë si na. Na më mirë se ata po kallzojmë. Po ata kanë ditë me kuptu më mirë edhe me praktiku më shumë. Që te e kanë pas ata. Tash kupton e dallim mes neve mes tyre apo. Po. Andaj të ndërroz kush i ka këto baza, me lenë Allah s'ka fortunë që ka mundësi me lkun. Mbetet në mesin e stuhive, i integruar, i përzir, bashkëpunues, kontributdhënës dhe stoik e i qëndrueshëm me identitetin e tij që shihet edhe pe largësime më të mëdha. Me pa në kodër me qitur që ky musliman është. Si të njën të fortët që ky musliman është. Baza e tretë ndërmjetësor është baza e pasimit ose modelit atë. Sot shumë ditë për modelin. Edhe jo rastësisht të ndërmjetësor tentohet që identiteti i fëmijëve tonë të ndërlidhet me figura të caktuara të estradës ose të sportit. Apo. Ma i shpesh i vetëmi si kush ki qef mu bo, të si e qaj, po nesër kur dhe të kush jes, si kush ki qef me konë, kjo është identitet. Apo. E përmen dikon për sahabeve, shumë radhaf. Bene dikon për gjallarve, djetës e ju na përmenëm na po. Ska, ka në përmen, ato që ka një të kënu atje, ato që ka një të lutë aty, si që kjo mu bafën. A përsheni? Baza e modelit është
e dobët, duhet me fuqizuar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në të dërguar ne keni shembullin. Ç'kjo është identiteti juaj? Unë jam pasues, unë jam besimtar, unë jam ndjekës i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Çata njëke. Edhe të ndërëzër, shikoni, shpeshe arrin, tentohet, se s'pom që arrijet, po tentohet që në format të ndryshme që të krijohet një ndjenjë kompleksit të vlerës së ulët në raport me figurën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Apo. Që kanë besimtari për shembull e bën një punë po sot që sunet. Çashtu të kom hobi unë apo. Ç'më hobi? Hobiet më i mirë se me dhon sunet. Kompleksja. Të ndërëzër, jo na, që 1440, jo 48, po 58 vjetë, pe që ka pejgamber 1460 gati, që 1460 për mëlla kësaj që të rrafsh, po i bëj, apo, njerëzit nuk jo nalë, se kërkuari një të metë, caktuar që shpërfaq një dobësi të pejgamberit, alësëm, kejtë kanë dështuar. Dhe tash, për me qu projektin të rinë fund, se parët i kanë marë, do të me qu në fund projektin, apo, e tash kanë kalu në fazën e shpifjeve dhe akuzave. Andaj, të nëzër, na kemi nderin, kemi knacin, dunja që kemi pejgamber Muhammedin alayhi salatu wasalam. E do ta kemi nderin halamat madh të rreshtojmë në flamuret i ditë në gjykimit. Andaj, mësoni për pejgamberin, ndërtone identitetin e juaj të modelit të preferuar që dëni me njek përmes figurës e Muhammed alayhi salatu wasalam. Mësaj o fëmijëve natën, ditën, ky ka qenë pejgamberi jonë, ka hongër me dorë djatë, mos ha me dorë të majtë. Pa e bre babi kur po e prin, ajlet e prin qështë dënë, ne musliman, ne e prina me të majtën, me djatë në hajnë aftën. Ne musliman jem, Allah, ne musliman jem. Ne dim qështë hajme, qështë rime, musliman jem. Se që kështu ka hongër pejgamberi alayhi salatu wasalam. Një shembull konkret. E tjera që na ka mësuar nga kafshata të shmangër e deri te ndërtimi i vendit e i shtetit dhe i botës. Kejt, asnjë mong mos me lon. Gjitha, jo qasje selektive, sunet me një aspekt e braktisje aja. Jo formalitet, por qasje origjinale, të kompletuar të asaj që ka me te Muhamedi alayhi salatu wasallam. Na që ta jep, ndjekës të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Baza e katërt, si po shkojmë me përmbyllje më shpejt, baza e katërt të ndërzuar është edhe e kom e mërtu kështu përdhin nga baza e prejardhjes, kjo është baza e përkatësisë. Identiteti islam insiston në përkatësi. Çaj bjen përkatësia? Mas pari, do në përkatësia e njeriut themelohet edhe ndërtohet tek familja. Ne kena familje, ne adim kër ne kena babë, kër ne kena nonë. Apo? Edhe kena me vërdu me identitet. Apo? Shkone sot për mua dhe e reja tënë. Me konë nona ma zdin kër ne ka babë. Do me format caktuar atë, e dini ju që kanë ndodhë. Ose për shambull, fëmija është, ama këta s'jën bure gru, këta bashkjetojnë, bure gru s'jën këta. Apo? Tash kjo është një forme asë në tokë, asë në qelë. Bure gru s'jën, po asë të huj s'jën, ama ti këta i ki prindin një, prindin dë. Ama shumë interesant që kemë një ma prindin e prindin dë, të është cëllë i bëhet njëshin. Se më bo buri, problem, diskriminim, feminizmi, levizme njëra, ta. Po gëtë gruja është prindin nëmër një, po gëtë, ma mërmeni, Allah alem. Të merë, Jo, dhe ne edhim kënë e këna babë, kënë e këna nonë, dhe bojna në qafë, edhe jena të knaqën, edhe babën plak, e respektojme, i bojmë hizmet sa të gjallësht, e si qëmë babalartë në për doma, e si qëmë në për venet caktuara, po që aty ja ullojmë komte, u që përlojmë durët, ja ullojmë ftyrën e që aty, se qita i na im qita. Mos me konë kërëtar shtetin me kravatë, e je kravatën edhe ju babës plak, që se gjadën, e që bukën, e që kafshatën. Kur do që tjeti, sa gale kur shjeti? Se të nuk ndash nga identiteti të familjar, të s'ndash me ti kur, ti e që kë, që ashtu nonë në respektan, që ashtu jeti, ti si jaj, apo, ku do që ti e kap telefonin, nona, apëta. E jo disa më thonë të vëzë që punojnë në venet të përëndimit, në spital, po të e thiri njërin, thot ka dik nona, po të jom zonë 3 dit jom larga, pagje se ju vjen kove që amoni kryne e varimin, apëta.
Edhe kjo është identitet, kush dënë, apo, jo, në qabe me konë, apo, këqyrim aeroplan e parë mu këthy, se zbanë mu vërros prindi pa kona prezentat jo. Ska pa post pame, këna me qirë pame ma njerë me në vizitu, të ka dek baba e nëna, që ka ke gjapëtën në telefon, me email me të ka zuzët e të lash nash, me email. Jo, Allah, këna kena identitet, na kena kultur, që është kultivu, natë e ditë. Andaj, që kjo është përkatësia unë. Përkatësia e kujna? Përkatësia e familjes, edhe përkatësia e shoqërisë. Allahu ka dashur ne timi shqiptar. Ai ka dashur, ai na ka zgjedh. Prandaj ne e ruajmë këtë identitet, gjuhën tonë, historinë tonë, edhe e mbrojmë nga çdo tendencë e manipulimeve, veçanërisht të kohërave të komunizmit, që kanë tentuar, apo që një periudhë të ndritshme, që realisht na kena përjetuar shumë me e shpërfaqi periudhë të tmerrshme, të frikshme, pushtuese e kështu me radhë. Na zbesojmë këtë. Ne nuk besojmë këtë. Pjesë e identitetit tonë është me dash vendin tonë, me luftu në emër të Zotit për vendin tonë. Çu shkana luftu, e kena mbrojtë, e kemi ruajtur, e ruajmë si pragun e shtëpisë, për shkak se e kemi emanet. Kena mu pyet për çdo pllum tokë që kena shkel me ta, që Allahu në emanet na e kalon, çka keni bën me ta? Çka keni bën me ta? Ka me vetë Allahu azza xal. Nëse çka është toka që kena në ta, e në që tokë ke pi ujë të saj, ke ëndër bukën e saj. Andaj të ndozë, kujdes me tokën, kujdes me vendin, se njerëzit kanë lënë gjak për këtë vend, për këtë tokë, për to njerëzit kanë paguar me mund maksimal. Andaj kujdes, mos luhet me ta. Kush do koftaj? Nuk i lejohet askujt me vojë. Çfarë do marrveshja, apo çka do qoftë tjetër mbi sakrificat të parëve tonë, nga se kjo është tokë që as nuk japet, as nuk shitet. Kjo është toka jona apo. Çka identiteti jon, na çfarë besojmë? Që të iman na e ka mësuar, besimin na e ka mësuar. Tek pjesa e përkatësisë. Dhe padyshim edhe ummeti është pjesë e përkatësisë tonë. Jo larg asaj, asnjëherë. Jo si rënimi të parës, jo, por si ndërtimi të parës, të ati që është kombëtar dhe lokale të vendit tonë. Edhe e fundit e vëllezër, baza e pestë, nështë pak me nxitim, po baza e pestë, identiteti, baza e vlerave. Na kena vlera tona, që dallohen me to. Kush je ti? Unë jam një musliman i cili, si thot musafiris, jam të shtëpia. Ç'kjo më nëpë? E kuptova? Unë jam një musliman i cili vllau tem kur si thom s'kam vakt. Vlera jam është kultur, është minimu, opta. Unë jam kush je ti? Unë jam një musliman i cili nuk gënjen. Nuk rën muslimani. Po më këshur një qudi, po që kështu të vëllavë. Nështë asë përna dhe që përshë në praktikë, po që kështu të është. Muslimani së rën. Allah na përmirësoj gjendjen. Që kjo muslimani? Muslimani nuk të rathon. Muslimani nuk shkel në besë. Kur? Asë nuk të rathon në moral. Kur? Asë të herë. Shkani kur ka mejtë Aisha radiallahu ta'ala anha vetë në shketin. Pejgamberi a.s. ka ecë se ka ditë që ka mejtë Aisha mrapa. Ka mejtë vetë shketin. Safwan ibn Mu'att Talkar ma vonë, kër ka ponë një grumit e shketin, ka thonë, qëka kjo mërla, hajri inshallah, edhe ka thonë që kjo është Aisha. Se e ka njofë që nga kohë, hershme, e ka ditë konstrukt në saj. E është afru e ka ponë që Aisha është. Shikoni të nërëzër muslimanë, Aisha për to gruaja e pejgamberit është vërtet, më është gruaja ujë. E ka i deve, e ka ul devën, e ka i bet. E ka kap devën, edhe ai ka is përpara, ajo ka qenë mrapa i për devën. Derisa ka shkuar në Medinë, 2 fjalë me të se kanë rruar. Gruaja ujë vëllai. Sa shikoni nuk ka shkuar puna e muslimanëve. Përzirje, tallje, hajgare, argëtimet përbashkëta. Dasma të tmerrshme në forma që s'qon kon tona të Allah, pasha Allah jemi bindun, mu qu haxhia plak që u dik, apo me kalu ka dasma, e kur jenë orta merë nuk të s'jon kon kur të këtu, apo sa i zbëzën që këtë nërë tjenë, zbëzën, sa s'këna pasë si kojshish, po këtë pas kanar kojshia pi poshti, a kuptut? Pa Allah në falë dhe një. Na këna vlera tona, që shgëzohemi, që shpiklohemi, na qka do që në ndodhë, flëk si shkullim, tesha si shkoqim, ja zbojmë kështu na themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jem ta e kena më këthy, qështu themi ne? Na milionat i bojmë, edhe themi
të Allahut janë, që dënë bënë Zotin me ta, sot unë e kumbo, i me që më nkonë shumë, ja këthejmi kur, vlerë ju në është që, pasuria është e Zotit, ne jemi shëptorët e sa dhe përdëruesit. Ne këna vlerë Allah di, që mi ta jemi ndërtu, jemi eduku, musafirit mi ada matë miren, me respektu matë vjetrin, me respektu vjetrin, me e njoft vlerën e njerë që kanë kontribu, pas qenë kur më huës, ju me thonë, tash hoxharët e ri që ndasë, ata të vjetër, qëka ata të vjetër? Ma të devot shumë kanë qenë se na. Ma të gudzim shumë se na kanë qenë apëta. Ma të gudzim shumë. Kjo nuk pa e themën e të nëzër, se e lip protokolli, vëllaj se e lip qështu, me bindje pa e themë, me bindje pa e themë. Apo, të nëzër e ka pas në ndalu me dalë në sabah, edhe u dalë. Ma sabah tu kanë shku, i kanë marë në pytje. A ma ka shku, apëta. Sot, a dalim sabana, kush të më në pytje, as të vetë kush eq, me qef, bile ari pasër, dhe që dit ka pak, pizhekut natës, laditësh, a për të zdalim ato. E flasim ata e në konë më të mirë të natë. U mënej që i përshka këtu në karujtë Allah o dinin, e pëse në konë pak, e në mënu me qenë bashk e të lidhën me zveti. Përëndaj, që të jemi dhe tona, qëta jemi ne, s'kemi asë më të dërsu, asë më të përmu, qëta jemi ne, apër, na jemi ata që e dojnë bujarin, e dojnë gudzimin, e dojnë falin, e dojnë turpin, e dojnë dërdhënjen, bamirësin, janë mirë njas, e shumë nga vlera tjera që i kemi nësi musliman. Pra e të ndërëzër, ajë që ndërtohet në këtu baza, në bazën e prejardhjes, në bazën e adhurimit, në bazën e modelit, në bazën e përkatsis, dhe në bazën e vlerave, me linë Allah Gjelle Gjallu, s'ka stuhi, që ka mundësi me e rëzu, do tjetë shembull, model, stoik, i qëndrushum në gjitha ndryshimet që do të vinë, pavarësisht nga dhe si dhe sa të fuqishme, do të mbetet gjithmonë me flakadalin e besimit aktiv e i gjallë, duke thënë se unë jam musliman, edhe unë jam këtu dhe do të mbetem me lejen e Allahu xhallahu ala, nga sa ai që më ka sjell këtu është Zoti xhallahu ala dhe nuk më largon nga këtu, pas ai që më ka sjell këtu, ai është Zoti i gjithësisë. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë, na udhëzoj Allahu në rrugën e drejtë. Allahu i mëshiroft haxhilerët tonë, hoxhallarët tonë, Zoti xhenetin nasib ja u boft. Allahu i shpërblet për kontributin që kanë dhënë, nga se di që ka dhe haxhilerë që kanë qenë nismëtar të kësaj xhamie, sot gjallë nuk janë, kanë vdek. Prandaj shikoni ai ka shku, e na këtu flasim me këna ndrej që kena bojë rifi, ka ecë tutje me sevapën e xhamisë, po dhoshtë Allah që hisën e këtë sevap të kemi ne të gjithë. Edhe në çdo punë tjetër, na shtoft Allahu dashnin, respektin, Allah na largoft urrëtin e mërzin edhe zilin, e na bashkoft në udhëzimin e pejgamberit edhe në dunjë edhe në ahiret. Faleminderit shumë, na bëni Allah për zgjatjen, po muftiu kështu e përmendje tha i dyti, tha e zgjat pak më shumë, kështu që nuk pata çfarë pa e respektu muftin. Faleminderit shumë, Zoti shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.